Ai ka dalë live në një televizion. Mendoj që ai ka prerë flet arrestin vetes me atë dalje që ka bërë. Thjesht se ka dalë aty? Me atë dalje që ka bërë atë ditë, ai ka bërë një kashillik të hapur shtetit. Pastaj institucione më radh, policisë shtetit, prokurorisë dhe SPA. Është arrestuar për kashillik apo Po them me atë dalje që i ka bërë, ai doli sigurisht për të dhënë disa mesazhe. Dhe mesazhet që ai dha kanë shkuar aty ku ai ka dashur t'i çojë. Sepse ai foli për disa ngjarje, madje edhe për ngjarjen e cila pretendohet se është arrestuar. Dhe dalja e tij, dhe koha që konsumohej aty, pra ka dalë në prime time në një nga televizionet, në televizionet më të vend, dhe jemi në emisionet kryesore. Dhe unë mendoj që ky lloj ekspozimi, sidomos në këto momente, ishte u lexua si një kashillik i hapur. Dhe unë mendoj që kjo gjë e ka përshpejtuar ai, jo se do të arrestohej. Por kjo gjë e ka përshpejtuar.